Përfundon instruktazhi punonjësve të policisë në Tepelen të angazhuar për garantimin e rendit dhe sigurisë gjatë zgjedhjeve të pjesshme të 9 nëntorit. Në kuadër të planit të masave të miratuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, drejtoritë vendore të policisë dhe komisariatet në varësi të DVP-ve, ku do të ketë zgjedhje lokale, kanë përfunduar instruktazhin e punonjësve të angazhuar në ruajtjen e objekteve zgjedhore. 45 punonjësit e policisë janë trajnuar dhe pajisur me librin e xhepit dhe dokumentin identifikues, sipas numrit kodik. Lista e punonjësve dhe mjeteve të angazhuara është miratuar nga KQZ. Gjatë ditës së sotme do të merren në ruajtje 21 qendra votimi, ndërsa objektet që shërbejnë si KZAZ janë tashmë në ruajtje nga policia, që prej momentit të mbërritjes së materialeve zgjedhore janë ngritur grupet e drejtimit në komisariate dhe grupi i koordinimit në drejtoritë vendore të policisë, i cili koordinon veprimet me grupin e drejtimit për të ndjekur në kohë reale mbarvajtjen e procesit dhe për të menaxhuar çdo situatë në zbatim të planit të posaçëm të masave. Policia e shtetit ka marrë të gjitha masat për garantimin e rendit dhe sigurisë dhe fton qytetarët të denoncojnë çdo rast që cënon të drejtën e tyre për të votuar apo synon të tjetërsoj votën e tyre.